Kalojmë një ditë së bashku. Sot gjysmën e ditës isha vetëm, po shikoja filma deri vonë dje, prandaj sot mezi jam çuar. Gjëja kryesore që kam për të bërë sot janë 2 reklama që duhet të përfundoj dhe t'i çoj për aprovim. Dhe në darkë ka dilë një shoqe, prandaj do dalim. Gjëja e parë që po bëj sot është një matcha sepse duhet të zgjohesha pak nga gjumi. Pastaj doja shumë diçka të ëmbël, prandaj bëra një kek, bëra këtë kek mix që kisha marrë nga baronesha, ishte shumë e thjeshtë për të bërë. Më vonë në drekë më erdhi një pako nga Revlon dhe që isha poshtë mora dhe një ëmbëlsirë dhe një matcha përsëri. Nuk e di pse, po sot doja vetëm ëmbëlsira. Kisha bërë make-upin se po përfundoja një nga reklamat dhe tani unboxing time. I love kur më vin këto pakot. Nga Revlon kam marrë 2 body and face glow, 2 shades të ndryshme, një për verë dhe një për tani. Ose jo vetëm për verë, po dhe tani kur dua të erësoj make-upin dhe erësoj dhe trupin që mos ke diferencë. I tregoj më vonë në video se si duken. Tu po hap disa nga The Lip Balms, kisha marrë disa ngjyra të ndryshme. Veç këtyre dhe lapsa që janë dhe për brenda syve dhe për buzët. Brenda syve nuk i kam provuar akoma, po në buzë rrinin për një kohë shumë të gjatë. Më vonë dola me motrën, kemi shkuar në disa vende të ndryshme vetëm për të ngrënë gjëra të kripura kësaj radhe. Pastaj ikëm te Tegu për të marrë disa gjëra. Më kishte mbaruar my cleansing gel, prandaj duhet ta merrja se s'bën. Pastaj është koha për të bërë gati për të dalë, i ka fshiva make-upin për ta bërë përsëri. Nuk besoj se do e nxish shumë fytyrën sot, prandaj do përdor këtë që është më e hapur, është dhe kjo që është më errët. Pas kanë aromë shumë të mirë, pas kanë aromë si arkokos. Blushin po mendoj ta vendos shumë lart, prandaj më mirë të vendos concealerin tani. Ta çoj edhe pak te rraftet e syve blushin dhe mos më prishi punë me pjesën e concealerit. Këto vetullat i kam hequr, kanë dalë se radhe. Mezi pres ti dy pak që mos duken kaq keq. Road Pocket Blush. Përsita blushin e House Lab. Kam përsitur 2 shades të reja. Sikur nuk po më ngjisin më këto blushet që janë shumë roz. Kam marrë një shade që ishte nude dhe shade-in tjetër që ishte si kuqerrem në kafe. Ca njerëz e kanë qef të, disa jo. Setting spray i L'Orealit, që është si lak flokësh. Mendoj që ka të bëjë shumë baza që keni parë se ta vendosni. Ndoshta nëse nuk ju pëlqen, nuk bashkohet mirë me fondatinën. As probleme me aktet nuk kam pasur me këtë, dhe pse kam acne prone skin. Thjesht më mban make-upin tër ditën. Shtova dhe rreth shërpikëve një shimmer si shampanjë. Të hapet pak më shumë syri, mos të jetë shumë i errët. Tani kemi flokët për të rregulluar. Të heqim njerë këto kapsat. Kam marrë dhe disa buskuqe nga Revlon. Okej, që kanë shumë hidratuese. Okej, ky është dhe make-up i përfunduar. Vetëm ballukat rregullova pak, flokët i mbajta të drejta siç i kam dhe marrëm një taksi, u bashkuam me gocat dhe ishte një very fun night.